kemi pasur mundësi me presidentin Hollande dhe ministrin e jashtëm Fabius për të diskutuar çështjen e statusit të vendit kandidat, perspektivën e Shqipërisë përtej statusit të vendit kandidat, marrëdhëniet bilaterale dhe situatën në rajon dhe arkitekturën e sigurisë europiane. Jemi besim plot që Franca do të jetë një mbështetës e Shqipërisë në të gjitha këto procese dhe raporti i Komisionit Evropian i cili pasqyron realitetin e reformave në Shqipëri do të vlerësohet si i tillë nga Franca. Zoti ministër, për çfarë ishin të shqetësuar francezët, autoritetet franceze? Kemi diskutuar për mundësinë e Shqipërisë si një vend i cili mund të projektojë më shumë paqe, stabilitet demokratik në rajon, një Shqipëri e cila mund të jetë pikë referimi në rajon, për mbështetjen që presidenti Hollande i ka dhënë procesit bordës bashkëpunimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Europës së Veriut një sens me gjë, dhe për projektet e përbashkëta ndërmjet Francës dhe Shqipërisë dhe iniciativës gjermane, e cila është përplotësuese me iniciativën franceze për të pasur një pranim më të fortë europiane në rajon dhe një perspektivë që jetësohet përmes instrumenteve konkret për gjithë Ballkanin Perëndimor, natyrisht duke përfshirë Shqipërinë dhe potencën që ka Shqipëria në rajon. Nuk kam vënë re shqetësime të artikuluara nga miqtë francezë sot, përkundrazi inkurajime për reformat e ndërmarra dhe për rrugën e vështirë që e pret Shqipërinë në procesin e shndërtimit demokratik. Edhe një pyetje të fundit, ministër, përfundimisht, ka thënë po Franca apo është një nga vendet që ende nuk ka thënë po? Besoj që do të pranoni një lloj marrëveshje apo një lloj mirëkuptimi që në pozicionin që kam mos shprehen në emër të vendeve anëtare. Vendet anëtare do shprehen në datën 23 ministrat e jashtëm dhe në 27 kryetarët e shteteve, por thashë edhe një herë tjetër, vizita jonë e dytë në Francë brenda pak muajsh na ka dhënë një besim më të madh, jo thjesht tek çështja e statusit të vendit kandidat, por tek perspektiva që e pret Shqipërinë dhe rajonin përtej statusit dhe rolin që duhet luajë Shqipëria në rajon.